Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje të komplikuar, në një lidhje të fshehtë. Jeni në largësi. Do të ketë një ribashkim midis jush, sepse jeni në një pauzë, në një qetësi. Pra do të ketë një ribashkim së shpejti midis jush, do t'i shprehni njëri tjetrit emocionet dhe ndjenjat tuaja. Ju jeni një person shumë shpirtëror dhe familjar. Jeni pak të zemëruar. E zemëruar apo i zemëruar? Një pak zemëruar me personin që keni lidhje. Sepse personi që ju keni këtë lidhje, keni një lidhje të komplikuar, ka probleme tek pjesa e financave, tek familja, pra është në një familje. Por thot, është shumë i dashuruar me ju. Juve ju ka perëndeshën e tij të paqes, të qetësisë shpirtërore. Me ju, ai është transformuar në jetën e tij. Ka bërë një ndryshim rrënjësor tek pjesa e tij shpirtërore. Është mbreti i kupave, një person që është i drejtë dhe mban barazi. Pra do të ketë një ekuilibër në këtë histori dashurie me ju. Është i dashuruar me ju dhe lufton fort që këtë dashuri ta mbajë, dhe pse është në një trekëndësh. Pra ka familjen dhe ju si personin e tij të zemrës. Ka fuqi dhe komand në këtë histori. Lidhja e tij e familjes është pak toksike, me probleme, me ulje ngritje, si çdo familje, por ky me ju është një person pozitiv, që gjithmonë do t'ju ndihmojë. Vjen drejt jush me këtë kalë të bardhë të paqes për t'ju shprehur dashurinë e tij. Dhe pse ju jeni pak e mërzitur, jeni pak e tensionuar, sepse ju keni gjithë botën po mbani këtë vuajtje shpirtërore për këtë distancë që keni me personin tuaj të zemrës, ky vjen drejt jush, dyshi i kupave tregon që vjen drejt jush dhe bën një takim pasionant. Duhet pak durim ton tarot, sepse ky ushtar vjen drejt jush, i sigurt në dashurinë që ju keni me njëri tjetrin, për të bërë këtë takim serioz, të mbrojtur nga ky ëngjëll mbrojtës. Me kë rezonon kjo histori? Kjo energji e kësaj historie. Me gërmën V, me gërmën F, me gërmën G, E, gërmën U, P, Një, me gërmën O, D, me gërmën I dhe gërmën A. Kurse me shenjat në horoskopit, me luani, me vigjëreshën, me shigjetarin, me ujori, me peshoren, akrepin dhe me britqafin. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.